Përshëndetje miq të dashur. Une nuk po foli sen. Du me alon juve me më tregu çka mendoni për këtë person, ju lutem. Se çka thot për diasporën. Unë besoj që mas mirë ti e shpjegoni ju. Shkojmë. Unë ju garantoj me kokë se nuk janë dy njerëz me fakultet që kanë ardhur dhe kanë votuar Albin Kurtin. Nga krejt kjo numër, nga krejt kjo përshindje thua që nuk ka persona me fakultet të kryer që e kanë votuar? Shumë vështirë ka qenë se në vitet 90 këtë kohë kur unë ju garantoj me kokë se nuk janë dy njerëz me fakultet që kanë ardhur dhe kanë votuar Albin Kurtin. Nga krejt kjo numër, nga krejt kjo përshindje thua që nuk ka persona me fakultet të kryer që e kanë votuar? Shumë vështirë ka qenë se në vitet 90 këtë kohë kur A për kuptoni me çfarë mlefi? Ky po mdoket, edhe po mdoket hiç, ka qenë deputet në listën e deputetëve të PDK-s, edhe s'ka mujt me kalu pragun, kuptohet ajo, edhe tash e bën diasporën analfabeta. Prap me avans njëjtë. Po prap që të analfabeta, do ja tregoj vanin. Do ja shikoj. Miq, shumë edhe mendimin e juj. Respekt, por miq, mos harroj me kam edhe një lutje për ju. Nëse ka mundësi me shku në YouTube me ma bo subscribe, ju lutem, so vinë edhe një 450 subscribe. Ju dua respekt.